ndime konkrete për politika më gjithë përfshirëse dhe të drejta në vendin e punës. Për të sjellë më shumë detaje në lidhje me diskriminimin në baza gjinore, në studio kemi Zohen Lavdi Zymberi. Zohen Zymberi, mirë se erdhe në magazinën Info Plus. Faleminderit për ftesën. Atëherë sot mbajtet një konferencë, publikuat një raport pra sa i përket diskriminimit në bazë gjinore në tregun e punës në Kosovë. Sa është i shprehur ky diskriminim? Po, në fakt, në bazë të gjeturave tona, është mjaft i shprehur. Duhet të theksoj që ky do thotë nuk është raporti vetëm që Qendra Kosovare për Studimet Gjinore ka bërë në këtë fushë, që KSG vazhdimisht avokon sa i përket arritjes së barazisë gjinore në tregun e punës, avokon me institucionet përgjegjëse. Dhe ky është një dokument i cili është një vazhdimsi të lobimit qoftë për miratimin e ligjit të punës, qoftë edhe për respektimin e të drejtave të punëtorëve sidomos në sektorin privat, por edhe në sektoret e tjerë. Sipas asaj që ne kemi gjetur përmes këtij raporti ose përmes këtij dokumenti të pozicionimit, është që shkelja të drejtave të punëtorëve vazhdon të jetë e pranishme, është më e theksueshme te gratë, madje është edhe pak edhe më e theksueshme te gratë, të cilat i takojnë grupeve të cenueshme, siç janë gratë e komuniteteve rom, ashkali egjiptian, por dhe gratë që vinë qoftë me nevoja të veçanta, qoftë edhe nga komuniteti LGBTQI. Do me thonë, këto gra janë të grupe të marginalizuara dhe e kanë problem që t'i futen tregu të punës? Po, e vërtet, do të thotë diskriminimi fillon që nga futja në tregun e punës, pastaj edhe në rastet kur gratë futen në tregun e punës është një përqindje shumë e vogël, do të thotë rreth 20% të grave që janë të punësuara, madje edhe kur janë të punësuara gratë priret ose tregu i punës i ofron më pak kontrata grave se sa burrave. Dhe në rastet kur nuk ka kontrata, do të thotë nuk je e mbrojtur ligjërisht. Dhe kjo puna e kontratave vazhdimisht flitet, jo vetëm për një muaj, por edhe në 8 marse, në ditë të tjera. Pse keni arritur ta kuptoni pse ndodh kjo? Ajo nuk janë gratë më të përgatitura se burrat? Jo, absolutisht jo, madje nga statistikat që i kemi, do të thotë gratë ose vajzat e reja diplomojnë shumë a shumë në numra se sa që diplomojnë burrat ose djemtë. Po pse diskriminohen vend punës atëherë? Për shumë arsye, sepse për shembull ligji i punës nuk i mbron shumë, për shkak se diskriminohen edhe në çështjen e krijimit të familjes. Shumë shpesh gratë pyeten nëse kanë plane për krijim të familjes, edhe aty fillon edhe baza e diskriminimit, gjë që në fakt është me rastin e intervistës për një vend punës? Po. Do thotë pyeten nëse kanë plane për krijim familjes, dhe është një faktor vendosës nëse dëshirojnë me marrë dikë ose jo. Do thotë natyrisht ky diskriminim ndodh më shumë tek gratë e reja, cilat ose sapo kanë filluar familjen ose që nuk kanë akoma një burrë, dhe do thotë këto pyetje janë diskriminuese që në bazë, po pastaj diskriminohen edhe më vonë gjatë pushimit të lehonisë, ose diskriminohen shpesh edhe gratë që janë të pamartuara apo që punojnë, për shkak se diskriminohen qoftë në shtej shfrytëzim pas orarit të punës, qoftë duke menduar se ato nuk kanë ndonjë jetë tjetër dhe duhet patjetër me kryer gjitha punët pastaj edhe pas orarit të punës. Po a diskriminohen edhe në pozita udhëheqëse? Po, të gjetura tona tregojnë që burrat janë më shumë në pozita udhëheqëse, dikush përqindja 70-30, madje diskriminohen edhe në trajnime. Do thotë nga pjesëmarrësit që kemi pas në grupin e fokusuar për këtë dokument pozicionimi, është përmend shpesh që në trajnimet cilat janë për avancim në vendin e punës ose në trajnimet cilat ndodhen jashtë vendit, kryesisht priren me i dërgu burrat që janë punëtor, po jo edhe gratë. A ndodh kjo vetëm në institucionet private, apo ndodh edhe në institucionet publike, apo s'kan përjashtim fare? Edhe në institucionet publike, madje po flas në këtë rast për institucionet publike. Do të thotë zakonisht kur janë të trajnimit është më e shprehur, qoftë për shkak se ndoshta ajo është puna edhe mëditjeve që marrin shërbys publik kur dalin jashtë vendit, qoftë për shkak se edhe mundësitë për të trajnuar dhe për të ngritur në pozita të larta janë tek burrat. Edhe pse shpesh do thotë në institucione publike është puna e koeficientit, ndonjëherë mendohet se koeficienti është njëjtë si për burra si për gra, megjithatë gjitha këto trajnimet për zhvillim të për avancim profesional luajnë rol masandej edhe në diskriminimin që ndodh mes burrave dhe grave ose drejt grave në këtë rast. Po, raporti i cili është publikuar sot, realisht, por në webfaqe thanë që do të publikohet nesër, me që është një maji e pash në pikat shkurtra, flitet edhe sa i përket diskriminimit të grave të cilat vinë nga komunitetet të cilat jetojnë në Kosovë. Po, e vërtet. Është më e shprehur kjo tek
këto gra? Është më e shprehur, edhe pse do të thotë në parim të gjitha gratë diskriminohen, por natyrisht diskriminimi i grave që janë nëpër komunitete të ndryshme, madje bëhet diskriminimi dyfish, sepse shpesh nuk diskriminohet vetëm pse është grua, por diskriminohet edhe pse është rome ose është me aftësi të kufizuara ose i takon komunitetet LGBTQI. Ne kemi pas jo vetëm në grupin e fokusuar, po kemi pas edhe raporte të tjera që janë përgatitur më herët, edhe është pa do të thotë që gratë e komuniteteve diskriminohen më shumë. Madje kemi pas edhe raste kur na kanë treguar që vetë do të thotë gratë cilat punojnë kanë qenë pjesë e intervistave që është dashur me përdor do të thotë këtë kuotën që i takon komuniteteve, as ajo nuk është respektuar madje, do të thotë është e kaluar edhe kuota, është e kaluar edhe një lloj parimi që duhet me i ofru mundësi komuniteteve të tjera, cilat për me përmbush normat cilat janë të dhëna madje edhe me ligj. Po, dhe nga kjo, këtu që është vrapa nesh, shkruan raportimi i rasteve të diskriminimit, platforma kombëtare ka statistika të përgjithshme. A mundesh më na fol më shumë sa i përket këtyre statistikave dhe raportimit të rasteve, ku raportohen këto raste? Po, kjo statistikë i takon platformës kombëtare për mbrojtjen nga diskriminimit të komuniteteve roma, shkali dhe egjiptian. Ky është një raport që është përgatitur dhe publikuar para disa ditëve. Qendra Kosovare për Studime Gjinore është pjesë e këtij grupi teknik të punës. Në këto raste, të thotë, nëse diskutojmë këto 18 raste që janë të përfunduara, të adresuara, nuk kupton që i kanë diskutuar strategjia, do të thotë, grupi i ka diskutuar dhe i ka trajtuar platforma. Megjithatë, ka raste cilat ose nuk kanë qenë diskriminim, po është marrë sikur janë diskriminim, po ka raste cilat po ashtu në këtë 18 që nuk i kanë pas mjaftueshëm informacionet për ta trajtuar më shumë rastin. Në këtë platformë janë raportuar rastet, megjithatë raportohen edhe tek avokati i popullit. Janë 52 raste të raportuara deri me 2024. Është deri në fund të dhjetorit. Po për këtë vetë në këtë 3 mujorin e parë kemi statistika sa është numri i rasteve të raportuara sa i përket diskriminimit. Jo, unë më sa di nuk kam statistika, kështë raport që përgatitet nga... është numër i lartë, kjo si pas jush, Zoja Zymberi, 52 rastet raportuara sa i përket diskriminimit vetëm për vitin 2024? Mendoj që nuk është numër i lartë, për shkak se vazhdon mos me u raportu. Për shembull, edhe në dokumentin tonë të pozicionimit flasim për mos raportimin e rasteve të ngacmimit seksual që përbën diskriminim gjinor. Do të thotë këto janë vetëm rastet e personave që kanë vendosur me çu tutje raportimin, sepse vazhdon mos me u raportu për diskriminim në vend të punës, jo vetëm nga komunitetet, në këtë rast janë shifrat e komuniteteve, po vazhdon mos me u raportu për shkak se ekziston një lloj mungese e besimit në institucionet që janë përgjegjëse. Për shembull, nëse raporton një rast të ngacmimit, madje shkon në polici dhe ke ngacmuesin tënd afër. Do të është një lloj pasigurie edhe fizike në këtë rast, që të krijohet madje në vendin ose në institucionin që duhet me të mbrojt. Kështu që nuk është numër real në fakt, është numër real i raportimeve, po nuk është numër real i ngacmimeve ose i diskriminimit që ndodhin në Thoni Kosovë. që ky numër është më i madh, pavarësisht që nuk raportohen rastet e cilat, po ju si qendër, vinë tek ju te Qendra Kosovare për Studime Gjinore, keni kontakte me këta personat, me gratë të cilat diskriminohen qoftë në vendin e punës, në shkollë ose kudo tjetër? Qendra Kosovare për Studime Gjinore është vazhdimisht do të thotë edhe në teren, punon me grupe të ndryshme, bashkëpunojmë edhe me organizata të cilat merren përkatësisht edhe me komunitetet roma, shkali dhe egjiptian. Natyrisht ne kemi dyrë të hapura dhe vinë shpesh të këshillohen, megjithatë nuk kemi do të thotë një departament ose një zyrtar i cili merret me këshilla ligjore ose juridike falas, po ne e përdorim do të thotë qendrën, e përdorim burimet e tona për t'i rekomanduar masandej personave se ku të drejtohen edhe ku të kërkojnë ndihmë. Qoftë në organizatat jo qeveritare, qoftë në zyrën për qeverisje të mirë, qoftë në avokatin e popullit, varësisht do të thotë nga rëndësia ose nga shkelja që i është bërë dikujt, i raportojmë ose i rekomandojmë se ku të shkojnë tutje. Dhe folëm për grupet e marginalizuara, përveç komuniteteve, personave me aftësi të kufizuara, një ndër grupet të cilat diskriminohen në vendet e punës, ju thoni që është edhe personat të cilët i përkasin komunitetit LGBTQI+. Kemi raste të punësimeve të këtij komuniteti që jeton në Kosovë?
Kemi rast punësimeve natyrisht, do thotë ata janë pjesë e shoqërisë dhe punojnë. Megjithatë, diskriminimi ndodh shpesh, do thotë edhe pasi të fillojnë të punësojnë, do thotë në rastin që në një farë mënyrë zbulohet, se mund të them ashtu identiteti ose orientimi i tyre seksual. Gjatë fokus grupit kemi pas raste që na janë përmend nga pjesëmarrësit aty, që ka ndodhur diskriminimi, por personi nuk e ka kuptu ose nuk e ka raportu si diskriminim. Vetëm kur ka vazhdu me kërku ndihmë prej këtyre OJQ-ve që merren më drejt për drejt, nëse mund të them, me personat LGBTQI, atëherë ka kuptu që në fakt pas ka qenë edhe diskriminim në bazë të orientimit seksual, që po ashtu është ndaluar në bazë të legjislacionit tonë vendor. Dhe keni dhënë rekomandime për institucionet, cilat janë rekomandimet kryesore dhe për cilat institucione janë? Po, natyrisht, rekomandimi kryesor që vazhdon të jetë është që të miratohet sa më shpejt ligji i ri i punës, për shkak se edhe pse kemi pas ligjin e punës, nuk ka qenë plotësisht në funksion, sa i përket ligjit të punës, ne si Qendër Kosovare për Studime Gjinore, por edhe si rrjet më i madh i organizatave jo qeveritare, rekomandojmë që të bëhet leja prindrore. Tash për tash do thotë ekziston vetëm pushimi që e quajmë pushim i lindjes, megjithatë ne rekomandojmë që të jetë pushimi prindror, sepse përveç nanës duhet edhe baba me u lidh me fëmijën, edhe duhet do thotë me pas të drejtën edhe për të qëndruar me fëmijën sa më shumë. Natyrisht rekomandojmë edhe zbatimin e ligjeve, sepse shpesh i kemi ligjet shumë mirë të shkruara, për shembull ligji për barazi gjinore e jep 50-50, po megjithatë në zbatim nuk është akoma aty, ose ligji për mbrojtje nga diskriminimi, ose ligji i punës që megjithatë i ka disa dispozita që janë mjaft të mira, por që nuk zbatohen qoftë nga sektori privat, por ka edhe ligje të cilat nuk zbatohen edhe nga sektori publik. Pastaj rekomandojmë që me kriju ose me organizu disa fushata ndërgjegjësuese, po duke i shfrytzu mjetet më moderne, nëse mund të themi. Tash për tash televizionin, radion ka pak njerëz që dëgjojnë, ndoshta duhet me u fokusu pak më shumë edhe tek mediat sociale, qoftë TikToku, qoftë Instagrami, çkado që funksionon. Një rekomandim tjetër është që me ofru trajnime ose programe të posaçme këtyre grupeve të cënueshme, do thotë qoftë mes trajnimeve për ngritje të kapaciteteve, qoftë edhe për masa lehtësuese për fillim në vend të punës. Kjo i vlen për Ministrinë e Financave në këtë rast, por edhe një tjetër rekomandim është për me fuqizu edukimin, jo vetëm të nxënësve, por edhe të mësimdhënësve. Ky rekomandim i shkon Ministrisë së Arsimit. Do thotë për shkak se mësimdhënësit janë ata që i përgatisin gjeneratat e reja dhe mendësia ose mentaliteti duhet me ndryshu që në fëmijëri. Rekomandojmë që Ministria e Arsimit me kriju programe të trajnimit ose përveç kurikulave që do duhej me u rregullu dhe me u përshtat me realitetin, do duhet edhe me i trajnu mësimdhënësit sa i përket çështjeve të barazisë gjinore. Akoma kemi aso shembuj që janë shumë diskriminues gjinor, ku gratë i shohim gjithmonë në kuzhinë, edhe burrat i shohim gjithmonë duke punu diçka ose si të fortë dhe të bukur. Këto janë gjëra që fillojnë me u ndryshu në fëmijëri, që pastaj kur të rritemi edhe kur të vim në një moshë tjetër, ose kur të punësojmë, mos i kemi këto mendësi dhe këto mentalitete që i kemi tash. Zoja Zymberi, faleminderit shumë që ke qenë pjesë e magazinës Info Plus. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.